zotëri Dashevci, faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit, mirë se erdhët në Mitrovic. Mirë se ju gjetëm, si e pat krejt këto zhvillimet fundit pra të protestës të studentëve, a ishte e duhur një gjë e tillë? Paraprakisht këtu nuk pat asnjë incident që vlen theksohet, domethënë gjithçka ke qetë, ke një numër i vogël, sepse të drejtën e protestës e ka gjithë secili në Republikën e Kosovës. Ne kemi institucione të konsoliduara gjithandej në Republikën e Kosovës, për sa nuk prishet rendi dhe qetësia e publike, gjithçka është në rregull, siç është në rregull në çdo vend bashkimit evropian. A ishte e duhur pra studentët kërkuan që sistemi i tyre i Serbisë pra të mbetet dhe jo të vazhdojë me atë kosovar. A mendon se duhet të bëhet një gjë e tillë apo të mbesin me sistemin e njëjtë? Në Republikën e Kosovës gjithë secili duhet të integrohet. Ne jemi shtet i pavarur, ashtu siç janë të integruar edhe targat, janë mbyllur të gjitha institucionet paralele që kanë qenë në Republikën e Kosovës dhe janë integruar në sistemin e Republikës Kosovës, mendoj që me një